بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falënderimet të takojnë Allah të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për qeni lavdruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha begatitë të cilat i gëzojmë, e i përjetojmë, e të cilat nuk i numërojmë dot. E pranojmë pa aftësinë tonë për ta falendëruar ashtu si duhet, por e shprehim dëshirën tonë për të qenë mirënjohës gjithsesi. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na e ka mundësuar që edhe sonte të takohemi, dhe vazhdojmë shoqërimin tonë me temën Kur'ani për gëzon, me radhën e numrave e kemi përgëzimin e 20 sonte, edhe titulli do të tingëllonte kështu: Istighfari sjell çdo mirësi. Istighfari, sikur se e dini, është me kërku falje prej Allahut fuqiplot, me thonë Astaghfirullah, që ajo është istighfar. Ndërsa frymëzim për këtë temë kemi shumë ajete kuranore, shumë fjalë të Allahut fuqiplot, do t'i veçojmë vetëm 2, ajetin 3 të surës Hud, ku Allah i madhruar thot: "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh", dhe kërkojini falje Zotit tuaj dhe pendojuni atij, yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Do t'ja u mundsoj, pra kërkojini falje Zotit tuaj dhe pendojuni atij, do t'ua mundsoj që t'jetoni mirë deri në një afat të caktuar. Dhe e kemi gjithashtu edhe kur e lexojmë surën e Nuhut alayhis salam, që Allah i madhruar i përshkruan fjalët e Nuhut, i cili i është rrëfy Zotit vetë. Edhe i ka tregu jo, po i është rrëfy, ma mirë me thonë se Allahut nuk i tregohet, Allahu i din të gjitha, se ka qëndru në mesin e njerëzve, ashtu sikur se e ka autorizua dhe e ka obligua Allahu i madhruar, dhe Nuhu thot: "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Unë ju thash atyne: kërkoni falje prej Zotit tuaj, se ai është falës i madh. Kërkoni falje prej Zotit tuaj, se ai është falës i madh. Yursilis samaa aleikum midrara, e ai do t'u alshoj bereqetin me shumë bollëk prej qiellit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, edhe do t'ju begatoj me pasuni dhe evlad, me fëmijë. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dhe do t'ju jap, do t'ju dhuroj kopshte edhe lumenj. Do më thonë që to janë prafërsisht dy vendet në Kur'an: surja Hud ajeti 3 dhe surja Nuh ajeti 10, 11, 12, do më thonë me cilat frymëzohemi për jo thjesht për vlerën e istighfarit, por frymëzohemi se nëse e kuptojmë istighfarin ashtu si duhet, nëse e aplikojmë në jetën tonë prap ashtu si duhet, atëherë ani pse synimi ynë është që të lirohemi nëpërmjet istighfarit edhe nëpërmjet teubes, synimi ynë është që të lirohemi prej përgjegjësisë edhe barrës së mëkateve edhe të gabimeve, megjithatë përfitimi prej istighfarit do të ishte i paparamendueshëm, sikur Allah i madhruar të mos na tregante. Pra, me konë na në gjendjen më të mirë, por ende se kemi lexuar Kur'anin,
ende s'dim çka na ofron Allahu fuqi plot. Po e dim, jemi të vetëdijshëm se nuk jemi të përkryer, e dim se si rrjedhoj e kësaj ne bëjmë gabime. Ato gabime nga njëherë janë të lehta, nga njëherë janë të rënda, edhe ndim pastaj nevojë që me u liru prej përgjegjësisë aty në gabimeve dhe dikush na tregon se mënyra e vetme është me i kërku falja Allahut fuqi plot. Me u pendu, qysh i dim ato rregullat e pendimit, edhe me kërku falje. Mos me e lexu Kur'anin deri s'to kumrejtën. Pra mos me e ditë çka na mëson Kur'ani, çka na përgëzon në këtë rast Kur'ani. Në verzionin më të mirë të dëshirave tona, edhe të shpresave tona, të optimizmit ton, ne nuk do të ishim në gjendje me thonë, o Zot, na e mundëso, na e hap një derë të komunikimit me ty, si gjunahçar që jemi, si gabimtar që jemi, nga se po dëshirojmë me të kërku falje dhe po thomune në verzionin më të mirë edhe në dëshiren më të përzemërt, do të synonim edhe do të dëshironim që Allahut na i falë gjunahet. O Zot na falë, edhe Zoti me thonë, robi jem po të fali. Po asnjoni s'kish ditë me lyp që nëse i kërkojmë falje Allahut fuqi plot, Allahu me na ofru jetë të mirë deri në një afat të caktuar, sikur se u përmend në ajetin e surës Hud. Ose s'kishëm ditë me lyp që Allahu i madhruar në momentin që ne i kërkojmë falje atij, ai me na lëshu bereqet prej qiellit, e me na dhon pasuni, e evlad, e begatit shumëta, e pasuni të lloj-llojshme, e kënaqësi të kësaj dunjaje, si rrjedhoj e atij istighfari. Pra kërkosh prej neve s'kish ditë këto gjëra as me i lyp. Po Allah i madhruar i ofron, dhe e kemi thonë edhe në të kaluar, kur kemi folë për shumë ofertat të Allahut fuqi plot, se Allahu ofron gjëra të cilat njeriu nuk do të ishte në gjendje me i lyp. Edhe nëse kjo dëshmon diçka, atëherë dëshmon se sa i mirë është Allahu fuqi plot me neve, e sa shumë njëkohësisht ne kemi nevojë për Allahun. Kemi nevojë për mëshirën e tij, për mirësitë e tij, për faljen e tij, e sa shumë jemi të varur prej tij, e kjo është e pamohueshme. Andaj Allahu i madhruar me këto ajete, edhe me ajete tjera, tash sigurisht gjatë trajtimit kësaj teme do të përmendim edhe ajete tjera, por me këto ajete Allahu i madhruar na tregon se teubeja edhe istighfari është një rrugdalje e njeriu në jetën e tij. Njeriu ec. Njeriu mençëm ec në drejtimin e kënaqësisë së Allahut. Por edhe duke ecë në rrugën e drejtë, për shkak të natyrës që ka, për shkak të asaj mungesës së asaj përsosmërie për cilën fola, ai padyshim se ka me gabu. Për çdo ditë ka me gabu, edhe si rrjedhoj duke ecë asaj rruge, ka nevojë për rrugdalje prej situatave të pakëndshme. Situatat e pakëndshme janë situatat që krijohen prej gabimeve tona. Kur jemi duke ecë mirë, s'ka nevojë rrugdalje, rruga është e drejtë, udhëtimi është në rregull, edhe ti vetëm ecë, nuk ndalesh derisa të mrish. Mirë po me të ndodhë ndonjë defekt gjatë rrugës, çka do të me bëj? Do të me e lyp një rrugdalje për me evitu qatë defekt. Masë ne me dalë në rrugë edhe një herë edhe me vazhdu rrugën tutje. Allahu i madhruar na e ka ofru kërkim faljen, istighfarin, po edhe pendimin, si zgjidhje për problemet tona të cilat paraqiten gjatë udhëtimit ton drejt Allahut, e që mund të na e vështirësojnë ecjen, mund të na pengojnë shumë, madje mund të na pengojnë në tansi, mirë po Allahu i madhruar nuk është i kënaqur që na mos me mri aty ku duhet. Edhe krejt çka Allahu na ka ofru, edhe krejt me çka Allahu na ka josh, të gjitha Allahu i ka bë të arritshme për neve. Nuk ka qit Allahu na i kusht cilin njeriu s'mundet me e plotësu. Përkundrazi, i ka qit plot kushte të mundshme, edhe në secilin prej atyre kushteve Allahu ka lënë
kalon përparësi për njeriu, që nëse e plotëson atë kusht, ai veç bëhet hala më afër suksesit, potencialisht më i suksesshëm. I këtill është edhe istighfari. Pra, për këtyre ajeteve kuptojmë se istighfari përveç që është nevojë njerëzore për shkak të vetdijes që kemi për gabimet që i bëjmë natyrshëm, përveç që është nevojë e këtill, istighfari është edhe mundësi për me përmirësu cilësinë e jetës sonë. Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana. Kërkojni falje Zotit tuaj dhe pendojuni atij, ai yumatti'ukum mata'an hasana, do t'ju jap mundësi që të jetoni mirë. Do t'ju jap mundësi që të jetoni mirë. Edhe këte, nëse nalëm veç pak edhe mendojmë çka po lyp Allahu prej neve edhe çka po ofron, e shohim se ajo çka Allahu po lyp prej neve, cilën nëse ne e bojmë, ne e kemi një interesim qysh Zoti më na i falë gjunahet, qysh Allahu më na pastru prej gabimeve, ndërsa ajo që Allahu po na ofron është diçka shumë ma e madhe, shumë ma e vlerë, ma me vlerë, shumë ma që se kemi prit me kërkimin ton falje. Kur i themi dikujt më falë, po e qes bisedën në rrafshin ton njerëzor. Kemi gabu ndaj dikujt, na vjen keq që kemi gabu edhe gjejmë forcën me thonë më falë. Është burni me thonë më falë. Edhe në momentin që i thu më falë, pa dyshim që nëse dhe ai ka sa do pak, ai person ka sa do pak njerëzi edhe mirësi, nuk ka me ngull tash me të torturu masi ti po i kërkon falje, po ka me të falë. Po kur se paramendojmë në momentin që dikush i thot dikujna më falë, ai tash të dasht me e falë, me shti dorën xhep edhe me i dhonë edhe diçka, me thonë po të fali, po që mas i më kërkove falje, që edhe një 50 euro dilheni drejk, ose krye një punë, ose një... S'ndodhë kjo, edhe me matë afërmit nuk ndodhë. Për çfarë arsye? Për arsye se gabimi e shkakton një lloj pezmatimit të tjetri, e kërkim falja është për me e shëru qatë plagë që e kemi shkaktu. Edhe 2-3 herë du të mi thonë më falë kush do që tjetë, sa do i afërt që tjetë, edhe me nëzje e gjonë forcen me ta falë, po edhe kur ta falë, çka të thotë? Qëre, falë të koftë, ama një me tjetër herë banë kujdes, mos e përsërit. Ose ta përmen në një të kalumën, kur po veç edhe një herë ke bot, tash e përsërit e prapë. Dhe më thonë, kryesisht njeriu, kur ta bën halal dhe kur të falë diqysh, si me qyk të zorit, si me gjysë vullneti. Po edhe me qëtona do të me konë të knaqën. Pse do të me konë të knaqën? Për arsye se besimtari është i vëmendshëm, i kujdesshëm, por mes tjera është edhe ka frikë që mos me dalë para Allahut fuqiplot me hak të kujt ta. I ke hyn hak dikujt, e ke ofendu, e ke lëndu, i ke bot një të keq, ose e ke dëmtu materialisht, fizikisht, jo materialisht, s'ka rëndësi, shumë ma mirë është me e provu idhëtësin e kërkimit falje, me e provu vështirësin e kompenzimit që ati personin në dunja, se sa me dalë me hak ti para Allahut fuqiplot. Kështu që, kur të gabojsh, kur mos e një vetën të nënçmum me kërku falje. Përkundrazi, kërkimi falje të bën hala ma burë të mirë. Qatë njollë që e ke bot, që ke gabu, t'hiqet me kërkim falje. Mirë po tek Allahu fuqiplot sa e mrekullueshme është. Allahu, sikur se e dim, sa do që i kërkojmë falje, kur nuk bezdiset, kur nuk thot o robi jam, njëherë kërkojë falje, edhe njëherë në mëngjes, edhe njëherë mram, edhe njëherë dje, edhe njëherë para 3 ditëve, edhe para 1 jave, kur s'na e përmend Allahu një gjatë tillë. Përkundrazi, hala na nxit, kërko falje. Edhe na nxit që një moment caktuar kur njeriu kërkim faljen e bën frym të vetën, pjesë të shpirtit të vet, Allahu një moment ka me i thonë, o bën çka dush robi jam, se këtë ka me t'i fal. Qështu është Allahu i madhruar, edhe s'ki shumë ditë prapë po them me e ly pas me e paramendu, që na me thonë, o Allah, na e falë një gjuna që e kemi bo, aman, mos na ndërshka, mos na qënë xhehenem për ta, e Allahu me të thonë, le që po ta fali, po për shkak se kërkove fali, po ta mundsoj që edhe në dunja, deri sa të kesh afat, ti me jetu mirë.
Që kjo me jetu mirë, normal, komentatorët e Kuranit e kanë interpretu në format të ndryshme, kanë thonë Allahu i jep begati, do thonë i ashtën rizkun, ati që kërkon falje, pastaj i jep jetë të lehtë dhe komode, edhe i jep mirëqenje, jetë pa brenga. Deri në afatin e caktuar, afati i caktuar cili është vdekja. Do të thonë një farë mënyre Allahu po na thot kërkoni falje se sa t'jeni në këtë dunja kam ja u mundsu me jetu mirë. Ndërsa në ajetet e surës Nuh, ato Nuhi a.s. që i ka thonë popullit vetë, ai si ka thonë pe vetës. Për arsye se pejgambert s'kan folë pe vetës, pejgambert kanë folë atë që Allahu i ka mësu edhe i ka udhëzu, e Nuhi a.s. po i përmend konkretisht gjanat, fe kul tastaghfiru rabbakum, që çfarë formulimi interesant Nuhu a.s. po i thot njerëzve, u thash, kërkoni falje prej Zotit tuaj, innehu kana ghaffara. Ai është falës i madh. Do të thonë, kërkesa edhe rezultati po realizohet në çeta ajet, në të parin çto që po përmendet. Kërkoni falje prej Zotit tuaj, ai është falës i madh. Krejt ato tjerat pastaj çka vinë e që i përmend Nuhi a.s. si njohës i mirë çysh është Allahu, që po i tregon njerëzve, ato janë shtesë që njeriu, pra po them, nuk kish ditë me i lyp, yursilis samaa aleikum midrara, kam ju lëshu shi prej qiellit me bollëk. E ne të gjithë e dim se shiu i cili vjen prej qiellit është bereqet shumë i madh, edhe në një farë mënyre jeta fizike në këtë dunja është e varur prej asaj që vjen prej qiellit që është shiu, ashtu sikur se jeta shpirtërore që është e varur prapë prej asaj që vjen prej qiellit, që është shpallja edhe udhëzimi i Allahut fuqiplot. Të gjitha këto, domethënë, janë dëshmi të kufizume të asaj që Allahu ofron, për arsye se në të dyja rastet po flitet për çka? Po flitet për dunja. Allahu do t'ju jap jetë të mirë, deri në afatin e caktuar që është vdekja, sipas interpretimeve. Por a thua, a përfundojnë ato oferta në dunja? Jo, por njeriu në mes tjerash, ani pse besimtar, ani pse e ka lidhë veten me Allahun fuqiplot, ani pse ja ka qitë synin xhennetit dhe atje do me mri, po megjithatë për me u vënë në lëvizje, ka nevojë edhe për joshjet të dunjas. Ka nevojë me ofru një ushqim të mirë, një pije të mirë, një banjem të rehatshëm, një sukses të kësaj natyre e të asaj e kështu me radhë, dhe më thonë që me lëviz. A mos të flasim që edhe sikur të mos ishte asnjëna prej këtyne të dunjas. Sikur të mos ishte edhe asnjëna prej këtyne të dunjas, istighfari prap mbetet zgjidhja më e mirë edhe kompenzimi më i mirë për dobësinë njerëzore. Kompenzimi më i mirë për dobësinë njerëzore, për shkak se njeriu pa gabus bën, e çdo gabim veç ja ul vlerën njeriu, veç e ngarkon me përgjegjësi, e istighfari bashkë me teuben është zgjidhja më e mirë, është kompenzim i asaj dobësie, nga se me istighfar njeriu përmirësohet. Në ahiret pastaj për istighfar Allahu i madhruar ofron shpërblim shumë të madh. Thot ka ardhur në hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Lum për atë njeri, për atë besimtar, i cili do të dalë para Allahut fuqiplot edhe kur t'i marr regjistrat e veprave të veta, në të sahifen, në të fletushkën e veprave të veta, ka me gjetë shumë istighfar. E gjon krejt çka ke bë. E gjon namazin e sabahat, namazin e drekës, e ti kindi, se çka ke bën ndërmjet punë të mira, e këte. Ama, do thonë krejt shënume, i gjon edhe ato tjerat, po të besimtarit dominojnë këto të mirat gjithsesi, ama ai i cili has në të dosjen e vet, sa ma shumë istighfar, sa ma shumë kërkim falje, ai ka me qenë më i lumtur në ahiret. Pra, Allah i madhruar shpërblen shumë për istighfarin, po para se me shpërbly, nevoja jon për faljen,
na jep të drejtë themi, hipotetikisht po e formuloj, inshallah s'gaboj, o mos të më shpërblen Allahu, heq, veç le të më falë, mos të më dënon për çato gabime që i kam bë. Edhe kjo është një ofertë shtesë për ahiret, që Allahu me t'i mbulu t'metat, edhe me t'i falë mëkatet, edhe mos me t'marrë në përgjegjësi, edhe mos me t'ndëshku për to, edhe me t'siguru që është ma e rëndësishmja, me t'siguru prej çkafit në ahiret, prej zjarit. Ai plaku që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë ja Rasulallah, kur po t'ni ty thu lut, shumë po më pëlqen ajo mënyra që po lutesh, që po i formulon ato lutje, kur po e ni Muadhin, gjithashtu edhe ai shumë bukur po lutet. Hajtë mëson diçka të lutna edhe në çashtot. Se unë lutna, por nuk po di me i qëndis ato lutje, sigur se e bëni ti edhe Muadhi. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti a lutesh? Ka thonë po, lutna gjithsesi. Po çka lypti prej Allahut? Thotë unë lypi prej Allahut me më çu në xhennet, edhe me më siguru prej xhehenamit. Çdo dy sene. Ka thonë edhe unë Muadhi çto e sillëm, veç i qëndisim pak me fjalët tona, ti asaj tonës mos ju ndaj. Është themelore njeriu me lyp xhennetin edhe me kërku mbrojtje prej zjarrit të xhehenamit. Krejt ato mirësitë tjera lidhen me çto. Kështu që Allah i madhruar edhe këte gjithsesi po e ban. Tash dikush mundet me kuptu ose me keq kuptu për çka bëhet istighfari. A bëhet istighfari për me na e rregullu Allahu jetën e dunjas, edhe nëse dikush e ka qëtë synim, a arrihet efekti. Po e marrë edhe një shembull në hadith që ndran men lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu lam yahtasib. Ai i cili aplikon shumë istighfarin, kërkim faljen në jetën e tij dhe në përditshmërinë e tij, atij Allahu ka me i ofru për i çdo ngushtësie çlirim dhe për i çdo brengje rrugdalje, dhe ka me e furnizu, ka me i dhonë rizk për i nga ai nuk e pret. E tash, a ban ose a ka efekt njeriu me e përdor istighfarin për çët qëllim? Krejt njerëzit kanë qef me u bot pasën, me pas rizk shumë. Edhe tash, me anis gjatë ditës, neve na bjen mend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të paktën 100 herë ka bëj istighfar, e na me thonë, na do të bëjmë 500 herë, ose 1000 herë, me shpresë që Allah i madhruar na shton rizkun. Asnjë prej as ajetet që i përmendëm, as hadithet që i përmenda, nuk japin me kuptu se istighfarit duhet të bëhet për me përmirësu jetën në dunja, ose për me arrit begatit ndryshme, pasuni, evlad, e të ngjashme. Përkundrazi, se Allah i madhruar kur po thot istaghfiru rabbakum, kërkoni falje prej Zotit tuaj, thumme tubu ilejh, dhe pendojuni ati, ju me tërkom, ai do t'ju jap jetë të mirë. Dhe më thonë, kjo do të ndodh, edhe të Nuhi a.s. Jursilis sema alejkum midrara, do t'ju lëshoj shi të bollshëm prej qiellit edhe të bereqetshëm. Kjo do të ndodh, por nuk po na thot Allahu bëni istighfar në mënyrë që të ndodh ajo. Nuk e ka kushtëzu. Për arsye se kushtëzimi i istighfarit është çka? Kushtëzimi i istighfarit është na me lyp falje për gabimet tona, se që aty e kemi problemin. Problemi themelor është aty. Po Allah i madhruar pastaj enkas, shtes, po na ofron edhe diçka tjetër ma shumë, andaj nuk duhet në asnjë mënyrë me pas interferime, përzierje në motivin ton, në njetin ton, për çka e bojmë istighfarin, përveç atij njetit
i cili është që me u liru prej mëkateve, duke e pranu njëkohësisht dobësinë tonë, gabojshmërinë tonë, të metat tona, pa aftësinë tonë, me qeni përpikt edhe korrekt me Allahun në radhë të parë, e kur t'i pranojmë krejt që to, e pranojmë pastaj se e kemi një Zot i cili është falës i madh, edhe don me na falë. Nuk kënaqet me i ndëshku robrit e vet, po kënaqet me i falë robrit e vet, nuk kënaqet kur robrit nuk gabojnë, po kënaqet kur robrit gabojnë edhe kërkojnë falje. Qështu e kemi Zotin edhe në momentin që e kuptojmë qëto qështot, kjo mbetet bazike, themelore, e pastaj ato tjerat vinë ani pse nuk e kemi, nuk duhet ta kemi synim atë, për arsye se është synim shumë i kufizum. Me thonë, po bëj istigfar për me jetu ma mirë, mos me pas probleme në punë, ose në rrugë, ose në studime, ose ku e dion, është synim i kufizum. Është synim i mirë gjithsesi. Mirë, po istigfari është për diçka shumë më të madhe, po bëj istigfar që me u pastruat shumë sa që me kon i denjë për me hynë xhenet. Tash me hynë xhenet edhe me arrit diçka në dunja, çka do të qoftë ajo, dallimi është shumë i madh. Për këtë arsye motivi edhe niyeti është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt. Pra, gjitha këto cilat Allah i madhruar i ka ofru, do të jetësohen edhe do të arrihen, mirë po vetëm nëse kërkuesi i faljes është i përzemërt edhe i sinqert. E bën istigfarin që shduhet, jo vetëm formalisht, por edhe esencialisht. Ka thonë dikush prej njerëzve të mençur edhe të ditur, të gjeneratave të hershme. Këti, pa ja përmen emnin, i referohet Ibn Rejebi në atë librin Enciklopedia e Dijeve dhe Urtësive. Thot, ai njeri i cili bën istigfar, por bën istigfar. Çka do të thonë bën istigfar? Do të thonë, thot estagfirullah, ose Allahumma gfirli. Thot, o Allah falem, ose më falë të Allahu. E thot këte. Mirë po, që kjo fjallë nuk ka zbatim në veprën e ti, në sjelljen e ti, nuk po ndin keqardhje për veprën e keqe që po banë, nuk po vendos edhe nuk po mundohet me elan, me braktis. Thot që ky njeri istigfarin e ka rran. Pse? Për arsye se knej po thotë Allah më falë, knej po vazhdon me gabu. Sikur e morëm pak më herët shembull, dikujt që i pengon sjellja jote me të drejtë, ke bën i gabim edhe i thon fal. Thot në rregull jemi. Po e përsërit njëjtin, tani prapë i thon fal, tani e përsërit njëjtin. Gjithë thon fal, a kur s'përmirësohesh, ai thot ti je tu bajgare, ti si je tu kërku falje. E njëjta gjë është pra që njeriu istigfarin mos me përjetu mas pari çka do të më thonë. Kështu që kur e kuptojmë istigfarin, e kemi më të lehtë pastaj edhe me apliku. Çka është istigfari? Është kërkim falje. Kërkim i magfiretit. Estagfirullah. Kërkoj magfiretin e Allahut. Magfireti është trajtimi që Zoti do të më bëjë të metave tona. Trajtimi që Allahu ja u bën gabimeve tona dhe gjunaheve tona. Ai trajtim qysh Allahu na ka mësu si ofertë, e që ne pastaj me ngulm e kërkojmë. Cili është ai trajtim? Me i mbulu të metat, me na liru prej barrëve tyne, edhe me na i shly ato. Mos me na marrë në ahiret në përgjithësi për to. Që kjo është parafërsisht kuptimi i fjalës estagfirullah, ose Allahumma gfirli. Edhe kjo falje që Allah i madhruar e ofron e ne e kërkojmë, mundet me avancu deri në nivelin që Allahu kur e falë gjunahin, veprën e keqe, mëkatin, asë gjurmë mos me lona, ai mëkat në jetën tone, ose në dosjen tone. Mas i falëm ma herët, kur dalim për Allah të kena me i pa dosjet edhe regjistrat e veprave tone. Asë gjurma si mbetet. Ose nivel tjetër edhe me i mbet gjurma, mos me mbet
mos me mbet përgjegjësia juridike, mos me pas nevojë ti me u djeg në ahiret për çat gjuna, për shkak se Allahu ta ka fal, edhe nëse ta përmend në ahiret edhe thotë robi im, filan ditën kur e ke bë filan gjunajn, atë kujtohet, thotë po Zot më kujtohet. Thotë atëherë ta kom mbulu, ke bë gjuna njerëzit që kanë ditë, edhe halot kanë llogarit për njerëz të mirë, atëherë ta kom mbulu sot po ta fali. Me kërkim falje ose pa kërkim falje, pastaj është tjetër tema, jo? Mirë po, falja megjithatë i ka disa nivele, sikurse dihet. Cili është istigfari që kërkohet prej neve? E fundit është shprehja me gjuhë edhe me fjalë. Për me pas kuptim, edhe për me pas efekt, pra mas pari zemra do të me ndi se kemi gabu. Do thonë njeriu do të me qenë i vëmendshëm edhe mos me u bë rahat me shpirtin e tij se ka gabu. Ajo që i thonë ndërgjegje, e cila gryn, ngacmon, e cila bren, nuk e lën njeriu në rahat. Njeriu i mirë ka ndërgjegjen funksionale, edhe ai s'ndihet rahat pse ka gabu. Edhe nuk mundet me u bë rahat derisa të mos e gjej zgjidhjen për çasaj situate. Pra zemra është edhe brendia është esenciale. E pastaj keqardhja e shkakton vendosmërinë për mos me përsërit më çat punë. Me hjek dorë më një herë, mos me përsërit. E pastaj vjen kërkimi falje, nëse është gabim që ja kemi shkaktu dikujt ose dam, sikurse e përmenda më herët, do të me shku me rafshu hesapin me atë person, me ja kthy hakun, ose me ja lyp halalin, e në fund vjen fjala astaghfirullah, o Allah falem. Allahumma gfirli, Allah falem. Do thonë që kjo është e fundit. Nëse që kjo e fundit vjen vetëm, s'ka vlerë, sikurse shahadeti. Me thonë dikush la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Por nuk e një në zemër, ashtu e thonë veç me gjuhë. A i mjafton për me shpëtun, nuk i mjafton. Për arsye se s'ashtu e besu. Munafikët kanë thonë, aminna billahi wa bil yawmil akhir, e besojmë Allahun edhe botën tjetër. Po Allahu thotë për ta, ma hum bi mu'minin, ata si janë besimtarë. Nësë mundu me i thonë dikujt kur thotë la ilaha illallah, si e besimtarë, se se dim, po Allahu kur thotë, më thonë Allahu e din. E në gjithë se si po flasëm për punë që njeriu do të me i bo, e për me i bo dobi tek Allahu fuqiplot. Pra, istigfari, sikur se e kam përmend dietarët në mesin e tyne dhe Ibnul Qayyimi, Allahu e mëshiroft, thot istigfari bëhet vetëm istigfar, ose bëhet istigfar i shoqëruar me teube. Në të dyja këto, realisht ka ndërthurje mes këtyneve, se teubeja është keqardhja për gabimin e bom, vendosmëria mos me përsërit, vendosmëria e kthimit ka Allahu fuqiplot edhe përmirësimi. Zotën, këtë që ajo është në brendinë e njeriut, motivi, energjia që e shtin njeriun me thonë, Allah falem. Pra, istigfari nga njëherë edhe njetën tonë të përditshme, për shembull, themi, e praktikon dikush me thonë 100 herë ose 200 herë gjatë ditës, astaghfirullah, ose Allahumma gfirli, ose në namaz, kur themin mes dy sejdëve, Rabbi gfirli. Aty jemi duke kërku falje. Po mund të mos na kujtohet ndonjë gabim i caktuar, falma filon gjunahin o Zot, ose shlyma filon gabimin, po themi o Allah më fal, çka më na fal? Krejt çka kemi nevojë, Allahu më na fal. Edhe ato që s'na kujtohen, e dim, jemi të vetëdijshëm se sigurisht na kanë ikë dhe na kanë kalu mëkate për cilat s'kemi kërku falje. Ose përmendet bashkë me pendim për një mëkat caktuar, i thua Allahun e sot i kom bo zullum vetës time me këtë punë, andaj të lutem na fal. Kurani padyshim që e trajton shumë istigfarin, kërkim faljen, nga njerë trajton veçmas, nga njerë bashkë me pendimin, sigur se dy ajetet në fillim që i morëm të ajeti i surës Hud, istaghfiru rabbekum thumme tubu i lej, kërkoni fali prej Zotit tuaj dhe pendojuni ati. Të ajetet e surës Nuh, veç istigfari përmendet, thash ato janë të ndërthurura ndërmjet vete, po kryesorja kush e lexon Kur'anin nuk mundet me i kalu
edhe me i ik pa e vërejt se Allahu me gjithate na udhëzon që të kërkojmë falje. Wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim, thot Allah në surën Bekare, dhe kërkoni falje prej Allahut se Allahu është falës i madh dhe mëshirues i madh. Në ajetin wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh, e kështu me radhë, do të thonë ajete ka të shumta që flasin në këtë temë. Pastaj Kurani gjithashtu i josh nxit në istighfar, edhe duke i lavdëruar ata të cilët bëjnë istighfar. Pra Allahu i don e i lavdëron ata të cilët istighfarin e aplikojnë jetën e tyre. Për shembull thot wal mustaghfirin bil ashar, edhe ata të cilët janë kërkues të rregullt të faljes në kohën e syfyrit. Dietarët thonë koha e syfyrit është 1/6 e fundit e natës. Pra që ajo pjesa e fundit e natës e cila i paraprin sabahut. Qasa i thonë sehar. E që atër është edhe koha e syfyrit, që e hajmë syfyrin, për arsye se kur të bëhet sabahu, mos syfyrin do të me lanë. 1/6 si mas vlerësimit të djetarëve. Po e zamë, nëse nata i ka 6 orë, 1 orë e fundit. Nëse i ka 9 orë, 1 orë e gjysmë fundit. Orientimisht, gjithsesi. Pra përmendet kërkimi i faljes në kohë të syfyrit. Pastaj Allahu i madhruar i lavdëron njerëzit e devotshëm, edhe kur i lavdëron ata, mes tjerash i lavdëron edhe me faktin se ata janë kërkues të faljes, mustaghfirin. Në surën Ale Imran, ato ajetet që i përmendim shpesh, ku Allah i madhruar thot shpejtoni të xheneti gjerësia e cilit është saqeti edhe toka është përgatitur për të devotshmit, vjen përshkrimi i të devotshmive, edhe mes tjera thot walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Dhe ata të cilët kur bojnë ndonjë vepër të pahishme ose bojnë gabim me të cilin në radhë parë dëmtojnë veten e tyre, atyne u kujtohet Allahu, u kujtohet, u bjen mend Allahu. Si rrjedhoj çka bojnë? Fastaghfirullah. Kërkojnë falje prej Allahut të madhruar. Allahu gjithashtu në Kur'an na motivon që të kërkojmë falje duke na përmend ato mirësitë. Realisht kjo është tema për cilën jemi të folë, cilat i sjell istighfari, sikur se janë fjalët e Nuhit a.s. që i trajtuam më herët. Pastaj Allah i madhruar gjithashtu na tregon se istighfari e sjell rahmetin e Allahut të madhruar. Thot Allahu laula tastaghfirun Allah la'allakum turhamun. Pse nuk kërkoni falje prej Allahut në mënyrë që të mëshiroheni, pra në mënyrë që Allahu t'ju trajtoj me mëshirën e tij. Edhe gjithsesi istighfari, sikur se na ka treguar Allah i madhruar, është garancë që njerëzit të mos ndëshkohen masovikisht duke qenë akoma në këtë botë. Thot Allah i madhruar, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah i madhruar nuk i bën azab, edhe nuk i shkatron njerëzit derisa ata kërkojnë falje. Normal, Kurani është plot me udhëzimet këtilla, po gjithashtu edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi udhëzimet shumëta, sikur se praktikën e vetë që e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kërkon falje 70 herë, kërkon falje 100 herë, ose hadithi me një verzion tjetër prej atij që e përmenda më herët, që thot kush don me koni i lumtur kur të sheh regjistrin e veprave të mira, le të shpeshton istighfarin, apo edhe hadithi kutsi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përcjell fjalët e Allahut të madhruar, ku Allahu thot ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kanat fika wala ubali. Thot o biri i Ademit, o robe, ti sa të më lutsh mua dhe shpresosh prej meje, unë ti fali këtë gjunahet sado që t'jen ato, edhe nuk i jap llogari askujt. Pastaj thot o biri i Ademit, sikur gjunahet tua të mrin kupën e qiellit, e pastaj ti kërkon falje prej meje, unë ti falje ato dhe si jap llogari askujt. O biri i Ademit, nëse ti vjen tek unë me sa zën toka gjunahe, por më takon pa bo shirk. Do thonë në ato gjunahe ka gjithçka, lloj gjunahe, lloj vepre të keqe, lloj krimi, po kufër edhe shirk s'ka. Thot unë me aq sa zën toka të takoj ty ose të pres ty me çka?
me magfirat, me falje. Edhe në këtë aspekt, pra, hadithet janë të shumta, gjithashtu edhe formulimet e istigfarit mas shumë të frymëzohemi gjithashtu prej Kur'anit edhe prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, nëse do ndikosh me i shënu, i shkon mirë se janë fjalë që i mësojmë prej Kur'anit për me i përdor në istigfarin ton. E kemi në ajetin 41 surës Ibrahim, Rabbena gfir li wa li walideja wa lil mu'minine yawma yaqumul hisab. Çto e lexojmë njerëzit edhe në namaz si formë e lutjes për falje. Zoti im, më fal mua, prindrit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të ngritën për llogari. Ibrahim 41. Në surën Mu'minun 118, wa qur rabbi gfir warham wa anta arhamur rahimin. Dhe thuaj, o Zot, fal dhe mshira se ti je mshiruesi më i mirë. Mu'minun 118. Pastaj Ale Imran 193. Pastaj Araf 23. Pastaj e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me këto po e përfundojmë, për sejidul istighfarin. Sejidul istighfari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, formulimi më i mirë i kërkimit falje Allahut fuqiplot është Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, deri në fund. E këtë nuk e keni në Kur'an, po e gjeni të shkruar edhe të përkthyer edhe në poezom, në përmbledhjet e lutjeve profetike, sikur se është ai libër them mboroja e muslimanit. Mirë është me i ditë këto, mirë është me këto me i kërku falje Allahut fuqiplot, por nëse kemi gabu, edhe gabojmë pa nëse hiç, edhe ndjejmë nevojë me i kërku falje Allahut fuqiplot, nuk është kusht veç formulimet kuranore dhe ato profetike. Po që ato çka e thot zemra jote, o Allahun e bona një gjuna dhe e di që kërkosh nuk fal gjunaje përveç teje, andaj më fal edhe mua ashtu që shumë ke premtu. E formulon ti me fjalë tua, sikur ai plako, cilit ja ka pranu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, mirë, e kives na i qëndisim pak më mirë, e për me i qëndis tani është problem më i vogël. Allahu ju shpërbleft, e ju bekoft, e ju falenderoj për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.